vëllezër e motra besimtare dhe besimtare, edhe në kohën tonë janë shumë veprime se njerëzit prej mosdijet veprojnë veprime të cilat të çojnë në shirk. E unë kam dëshirë se t'u kujtoj dhe t'u këshilloj se të largohemi të gjithë së bashku prej tyne dhe mos të bëjmë këtë mëkat, se është në pyetje Allahu a do të na fali nëse nuk i kërkojmë atina falje dhe të largohemi një herë për gjithmonë prej saj. Prej atyre veprimeve të cilat na çojnë në këtë veprim të dopt, në shirk, është që shumë prej njerëzve marrin nuska apo hamajlia, i bartin rreth qafet ose në trupin e vet, ose në teshat e veta, duke pas shpresën në ta, duke mendua se ajo është pështimi për neve, ajo është largimi prej rrezikut. Për fat të keq, neve po largohemi nga realiteti, se Allahu na ka dhënë, Allahu na ruan, Allahu me dëshirën e vet na çon provime, Allahu me dëshirën e tij na largon prej atyne provimeve. Pra, rreziku, e mira, e keqja, gjitha janë prej Allahut. Mos të mashtrohemi neve në këtë botë duke besuar disa nuskave ose hamajlive, se ato janë mbështetja jonë, mbrojtja jonë në këtë botë edhe për ahiret. Prej veprimeve tjera të cilët njerëzit i bajnë janë vjerrja e disa gjanave simbolike të cilat mendojnë njerëzit se i pështojnë, si për shembull, ka prej njerëzve se po të kojt prej kalit i vjerë në shtëpijat e tyne, në makinat e tyne, në vendet ku punojnë, e vendet tjera duke menduar se ato janë se mbrojnë ose bjen berisetin e shtëpis, bjen berisetin e dysanit, ose largojnë rrezikun prej shtëpis, prej dysanit, makines e kështu me radhë. Jo vallë, vallahi, Allahu është ai i cili të mbron prej gjithçkahit, edhe rrezikun ai ta çon. E mos prit prej kurrë fare mendimit tjetër ose vendimit ton tjetër ose prej zanave të kota se ato të ndihmojnë ose të mbrojnë ose ta çojnë rrezikun. Prej zërave tjera të cilët njerëzit gabojnë janë se Zoti xheleshano fal foshnjën. Ajo është dhurat prej Allahut, se ai ka thënë në Kur'anin famlar të udhu bila bismillah, el malu vel banuna zinatul hayatit dunya. Edhe pasuria, edhe evladi janë kënaqësi për njerëzit në këtë botë. Prej njerëzve ka se fëmia kur lind, e sa është i vogël, i varë safore, ose bilizika, ose sheja të kuse në bal, ose diku në tesha, duke menduar se ajo është mbrojtje prej synit të keq. Jo vallë. Duhet ta dish se Allahu na ka mësua për çdo send. Na ka thënë se nëse diçka ju befason, ju kënaq me bukuri, thuani masha Allah. Kjo është me dëshirën e Allahut. Pra nuk mundet asnjë send ty të mbroj prej synit, përveç ajo që të ka mësua Allahu xhaleshanuhu, ajo është fjala masha Allah, pra me dëshirën e Allahut. Ka prej njerëzve për fat të keq, se për fatin e vet, se për ilaçin e vet, se për shërimin e vet, se për fatin e vet në këtë botë shkojnë e kërkojnë ndihmë prej njerëzve të vdekur, të ashtusuajtur njerëz të mirë, të ashtusuajtur vende turbe. Vallë, a thua i vdekun i mundet ty të ndihmoj, e harron krijuesin i cili nuk ka lind as nuk vdes kurrë. Aty kërkoje. Allahu në Kur'anin famlar të urdhënon drejt për drejti, ku thot audhu bila bismillah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun.
nëse robi jem me drejtohet mua, unë jam afër tina, i përzizem thirrjes së tina, por edhe ai mua të me përzizet në atë që e kam urdhënua, por edhe të me besoj mua, nëse don të jeti shpëtuar. Val pra, nuk ka ndërmjetësues në mes teje edhe Allahut. Nuk ka ndërmjetësues në mes robit edhe Allahut. Allahu është ai i cili të krijoi, edhe ai është i cili të jep, por dëshiron se ti të kërkosh prej tina. Njeriu në këtë dunja ngushtohet, hidhërohet nëse i lyp diçka prej tina. Ndoshta një herë, 2, eventualisht 3, ta jep me dëshire me sef, por nëse shpeshton ti lypjen ndaj tina, ai hidhrohet. E Allahu wallahi hidhrohet nëse ti nuk i kërkon atina. Kështu pra vallë, nuk ke nevojë të shkosh kurkun të lypish ndërmjetësues në mes teje dhe Allahut, por ngriti duart drejt për së drejti dhe ti kërko Allahut atë çka ke nevojë. Ka prej njerëzve se me veprimet e tyre kalojnë në veprime pagane. Ato janë veprimet e cilat nuk ka veprua kur kush tjetër, vetëm ata të cilat nuk kanë besuar në Zot ose pagan. E prej atyne veprimeve janë veprimet në themelet e shtëpive, xhamive ose dysaneve apo ndërtesave tjera. Ka prej njerëzve se kur e çel themelin e merr dhe don ta përzaku atë, po qoftë edhe me një zog pule, apo një zel, apo një pul, apo një kurban. A thua vallë këtë ke bërë me vetdije të plot, e ke bërë ashtu si është në rregull? Jo. Allahu nuk dëshiron se këtë veprim ta bësh. Pse? Allahu në Kur'an e ka ndalua pirjen e zakut ashtu siç e ka ndalua të përdoririt e mishit të derrit. Pra, ky veprim i përzakjes së themeleve është veprim pagan, se e kanë përdor ata të cilët kanë besuar në zjarr e në adhurime tjera. Zaku është pa pastërti. Nëse ti vallë e pik teshën me zak, nuk do të falish namaz pa e pastruar tesh. Pse thua man 2 prej zakut? A thua vallë aty ku do të jetosh, ose aty ku do të adhurosh Allahun, ti duhet të përzakish themelet? Jo. Ruaju, largoju. Allahu nuk don kështu. Ka disa tradita të njerëzve të cilët gjatë martesës veprojnë veprime jo të përshtatshme, jo të përputhshme me ligjin e Allahut. Prej tyre janë nusës kur del prej shtëpijet të prindve, ose kur don të hyjë në shtëpinë e burrit të vet, i vehet Kur'ani në ardorë që ta mbajnë. Ose disa veprime tjera, jo me oriz, jo me sheqer, jo me bombona. A thua vallë, Kur'anin lejohet ta preki ai se është i pastër edhe i papastër? Jo. I pastri e prek Kur'anin, por i papastri nuk lejohet. Kur'anin nuk lejohet ta prekish pa abdest. A thua vallë, ti se pe vën Kur'anin asaj nuse, ajo është me abdest? Ruju. Mos vepro këto veprime të cilat hidhrojnë Allahun. Edhe në fund, do të rikujtoj edhe për një veprim të shumë njerëzve të cilët kësyrin se fatin e vet ta shikojnë nëpërmjet njerëzve fallxhor, sihirbaz, me të cilën Allahu xhaleshanu hidhrohet me këtë veprim se njerëzit duan të kërkojnë në gajbin e Allahut, në shëftësinë e tina. A shumë veprim i keq se të bëhen këto veprime, të shkosh ti të lypish fatin ose të shisosh të ardhmen tëne nëpërmes sihirbazëve, ai i cili shkon të sihirbazi për të kthyer të ardhmen e vet, për të kthyer fatin e vet, edhe i beson çka i thot ai, vallahi 40 ditë nuk të pranohet namazi. A thua vallë, ke llogari këtë punë të veprosh? Asësi, nuk lejohet. As filxhanat të shisoni, as të shkoni të njerëzit të kërkoni
këso mendimet e tyne të mshefta, sa ato janë mashtrime, ato janë rana të cilat shejtani i trillon e ty shpeshherë të marakos. Do të bisedoj një shembull, me cilin shembull do ta përfundoj këtë ligjërat, ku njëri kishte shku te një hoxh duke ja plotësuar dëshirën gruas vet. Gruaja i thonte, kam dëgjuar se ka një hoxh se tregon të ardhmen. Po shkojmë, po pyesim. Mas disa lutjeve se i bën gruaja burrit, burri vendos të shkoj me ta të shohin gruaja fatin e vet të hoxha. Kur shkojnë te hoxha, e shohin disa njerëz duke prit aty mas deret. Pyet ky, është hoxha aty? Po, merr përgjigjen për tyne. A ka filluar të pranoj njerëz? Jo, i than. I ka humb Chelsea dhe po presim derisa të gjej, mandej do të filloj të pranoj njerëz. Ndërkohë, duke u njoftuar me ata që prishin rënd, duke biseduar gjithkush hallet e veta pse është ardh, e pyet njërin, pse erdhe? Tha, vallahi, më ka humb lopa para disa ditëve, e nuk po di rrugdalje, ku është? Jam ardh ta pyes hoxhën, a din me mullzua, me më drejtua, ku ta lypi? Tha, Allah hile, këtë punë pas ke bën? Po. Tha, kur hoxha nuk po din me zet Chelsea-n e vet, a thua kam ta zet lopën tane? Këshire vallë, këto gjana nuk lejohet as t'i besojmë, as t'i kërkojmë. Në fund, lusim Allahin xhaleshanuhu se të na pastroj për gjitha atyne veprimeve të cilet na humbin dynjan e ahiretin. Lusim Allahin se të na drejtoj në rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit për dynja edhe për ahiret. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.